Një ndër sloganet e Berishës përpara zgjedhjeve dhe primareve ishte që thoshte fytyra e kësaj fushate do jenë të rinj, ndërkohë fytyra e kësaj fushate ishte Edi Paloka, Flamurnoka, Albana Vokshi dhe çuni i Fari Balliut. Këto janë figurat e reja të Partisë Demokratike, dua të theksoj dhe diçka që një e vërtet dhe një e vërtet gjithmonë prodhojnë një të vërtet. Kurse një e vërtet dhe një gënjeshtër gjithmonë prodhojnë një gënjeshtër. Dhe ky është rasti konkret i Partisë Demokratike. Fytyrat do jenë të rinj, fytyrë kemi Flamurnokën, Albana Vokshin, Edi Palokën dhe Fari Balliun. Këto janë figurat e reja, me këto bëhet rotacioni? Rotacioni nuk bëhet me Flamurnokën, që del në për studio televizive, thot e din mirë shqiptarët, thot, nga 5 gishta, thot, është e turpshme. Ndodh rotacioni, këto duan të bëjnë shqiptarët për budallën. Hajde ju votoni, bëjmë neve prap Flamurnokën ministër të brendshëm. Ky është rotacioni. Më fal tani për ignorancën. Rotacion politik quhet ky. Ja, ky s'quhet, ky nuk është rotacion. Kjo është figura e re e Partisë Demokratike. Prandaj e theksoj, një e vërtet dhe një e vërtet prodhojnë vetëm një të vërtet. Një e vërtet dhe një gënjeshtër prodhojnë gjithmonë një gënjeshtër. Dhe Sali Berisha ka 30 që prodhon gënjeshtër mas gënjeshtër. Po prodhohet gënjeshtra e cila do të marri përgjigjen dhe shuplakën e merituar në datën 11 maj, dhe humbjen më thellë do e ketë pikërisht në qarkun ku unë kam punuar gjithë këto kohë 6 muaj dhe jam investuar, që është qarku Elbasanit. Dhe këtë dua ta regjistrosh këtu që ta kemi mbas datës 11 se do të vi sërish në një bisedim me ju. Patjetër. Domethënë ju mendoni që Partia Demokratike do marri një goditje këtë radhë në zgjedhje. Pa diskutim, në zgjedhjet në qarkun e Elbasanit absolutisht nuk u respektuan primaret. Dash Sula ishte më i votuari. Dash Sula nuk e futën as në listë hapur. Ne nuk të duam ty sepse ti ke mbrojtur drejtësinë. Ke mbrojtur reformën drejtësi, pse Dash i thoshte nuk do shkrihet spaku ngeli jashtë lista.